Muslimani për muslimanin e këshillon, e vëdifson, e respekton, e mbrun. Munafiku për munafikun ja bën rrafsh. I thot mire ki, veç vazhdo. Dhe këtu është problemi kryesor kur ne qalojmë si njerëz. Nëse i thu direkt t'i dhnohet. Nëse i thu me këshillu ta merr inati. Nëse ja bën rrafsh bën mik, pastaj mas një kohë kalon në armik, dhe në këtë pozicion njeriu është me një periudhë shumë të keqe, që do të me ditë se qysh me këshillu tjetrin. Allahu Gjeleshanuhu, kur e ka urdhnu Musën a.s. dhe Harunin me shku te Firauni, ka thonë shkoni dhe thuni fjalën qulu lahu qawlan layyina, fjalë buta. Kujna Firaunit. Edhe ne kur të këshillon dikush nuk është mirë me të këshillu me vrull. Sepse nuk jem Firauni unë. Po dhe ti Musa nuk je. Edhe ti mundesh mos me këshillu që është duhet, po dhe unë muj mos me pranu, sepse njerëz jemi prapë. Allahu i forcon njerëzit në momentet vështira, në momentet e vdekjes, natën e vorrit, urin e siratit, kur dalën para Zotit me marrë peshore, me na marrë Zoti punët e mira dhe të këqija, Allahu dhul xhallat yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Zoti të forcon me fjalën e vërtetë, me të thënë fjalë. Po me çata që na kon tu fal, po sa herë ke thënë Allahu Akbar, sa herë ke thënë shahadetin, sa herë ke thënë elhamdulillah, sa herë ke thënë subhana rabbil ala, subhana rabbil azim. A din më burr sa herë ke marrë avdes? A di sa hapa ke qitë me shku në xhami? A di sa reqate i ke bë? A di sa të mira ke bë? Çaj elhamdulillah që ke kënu, që është shumë i madh. Kur elhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yawmi, namaz na këtë kënojmë to. Te di kur po thotim mas parim, kur po him namaz, po thojmë Allahu Akbar. Që do të thotë, krejt krijesat e Zotit janë të mëdha. Kuptimi i fjalës Allahu Akbar tash pja shpjegoj. Kuptimi i fjalës Allahu Akbar e ka këtë kuptim. Krejt krijesat e Zotit Gjeleshanu janë të mëdha. Po më i madh krijuesi i tyne Allahu Dhul Xhelal. Krejt të tjerë brapa ku më qit, vetëm ty Allah përpara ku më dal. Vetëm para teje. Ty të nështrona, ty të adhuroj, ty du, për ty lutje bëj ja Allah. Në sejdë dhe këtë fytyrë temen vetëm për ty e lëshoj. Kaq. Shumë e thjeshtë kjo fjalë. Edhe njerëzit duhet me kuptu kështu. Po lidhesh namaz, ti para kujna po del. Ty çfarë kulture Zoti ka bën? Me himu pastru, e me marr abdes, e me lavë dhëmët, e me marr tesha të mira, e me parfumos. Krejt që të sen e bën për 2 rekate namaz xhamas me fal. Krejt të gjë. Vjen me tesha më të mira që ki, më të lavë, më të pastër. Edhe pitu Zotit o Allah, krejt të punë për ty bën. A mendoni që janë pak? A mendoni që janë thjeshta? A mendoni që hajse, nëse mendon hajse adet, po adet kime pas. Nëse mendon që ki ibadet, shumë punë të mëdha te Zoti kime arrit. Sa është një ibadet i madh. A zhek, a ftoft, a nxet, a terr, a mjegull. A është heq për neve kjo punë nuk ka kur fare kuptimi. Zerr është për raport me Zotin. Pse? Se Allah i ka thënë Allahu Akbar. Krej këto valla për ty për masë qes. Me lodhje, me këtë sakrifica, ty po drejton e madhe. E Allah i tani ty po drejton. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah i tani të forcon ty. Kur? Në atë moment kur nuk i kur farfuqie. Do të flas për një 2 vese të cilat ne si njerëz zakonisht i bajnë. Nëse se bajnë parën, dytën kemë me bajnë. Dhe këto vese janë ato të cilat e prishin edhe individin, edhe familjen, edhe shoqërinë. E para është kërkim borxhi. Shumë prej njerëzve marrin borxh, kërkojnë borxh dhe harrojnë atë. Ose e bën me qëllim ti marr parë borxh e kur mos t'ia kthej më. Dhe kjo ka të bëjë shumë me ne si shoqëri. Edhe me ardh dikush me të lyp parë borxh edhe nëse i ki me babirrajshë mos m'ia dhon. Për arsye se je i bindur që t'i kthen, edhe ki me pas ndonjë telashe me atë njeri. Dhe kjo është një vesh shumë i shfaqur tek ne. Shumë njerëz janë anku, borxhin s'kan mujt kur me kërku. Edhe i kanë dhënë dikujt borxh edhe s'kan mujt kur me marr prej atij. Dhe neve pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë na ka kërcënuar.
Edhe shumë hadithe për këtë punë ka fol. Thot Xhabir radiallahu anhu, një prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam, ka vdek një prej sahabëve. E kemi la, e kemi qefinos, e kemi pregadit, Resulullahi gjenazet mja fal. Ka arë pejgamberi alayhi salatu vesselam, po thot, a ka bërç kë njeri? Pi thojnë, po ja Rasulallah. Po thot, le t'ja fal gjenazën dikush tjetër, po jo une. Thot, une nuk e fali këtë gjenazë. Gjenazja që ka bërç, duhet familjarët, rreth, ose dikush me marë përgjësi, për ndryshe Resulullahi nuk ja ka falë gjenazën. Se i kin hak dikuj. Ja ke marë dikuj njerësën e ti, ja ke marë parën e ti, e ke rreth, ose e ke mashtru, ose e ke tradhtu, në disa forma më parën ja ke marë. Dhe u qu një prej sahabëve e Bukutede, pithet ja Rasulallah, borçi ti, unë e për marë. Është mbi mu. Atër pejgamberi ja ka falë gjenazën. Dhe të nesërën e ka po e Bukutadin, për dhe pejgamberi e satë usram, që ka ba me borqin. Thët, ja Rasulallah, po djekin e vërros, edhe i loj borqin. Për dhe borqin, pejgamberi për dhe borqin, e ke marë në qafën tane. Mas disa dite e ka po për dhe Bukutadin, që ka ba thët me ta 2 dinar. Hiq ma shumë borq, 2 dinar. Nuk ka lidhje a borqi madh, a borqi vogël, a borq, pik. I ke hinë hak njeriu. Thot tash e Bukutade, edhe ja ke shliru shpirtin e ti, edhe ja ke frisku ilkurën e ti, në vërë. Një ditë tjetër pejgamberi alayhi salatu vesselam, duke e falë gjenazën dikuj, mas t'i kohë, po thot që kën njeriu që është i vorrosën këtu, kën njeriu ka vdek edhe ka bërç, i ka bërç dikujna. Allahu Dhul Gjelal shpirtin e ti e ka pengu, në xhenet mos me shku, për shkak se borxhin nuk e ka pagu. Allah i këta është të dënu. Për ju thot familjarëve, ose pagun e borxhin, ose lënë njeriu le të dënohet në varr. Jo që doni vendosni. Në orë do të foli për një person. Për një person i cili Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka përmend. Pejgamberi shumë itibari ka bë. Ne si njerë shumë e kemi ba zullum, ne si njerë kena abuzu me te, ne si njerë nuk ja kemi dha të drejtet e saj, ajo është motra. Pejgamberi jonë alayhi salatu vesselam, ka një grua e cila kishte emrin Shejma, dhe po i thot, ja Rasulallah, o i dërgumi Zotit, unë edhe ti jena motër edhe vlla nga gjini, nga qumshti, jo motër edhe vlla ka ana biologjike. Po i thot pejgamberi alayhi salam, e qysh kemi ma argumentu që unë ty të kom motër prej gjinit, thot pasha Zotim ka të regu nana, kemi qenë duke thith të dytë, të gjini nanës, dhe ti ke dash me marë gjinin me thith, e unë e së të kom lanim ke ka fshun shpin, thot e kom shajen së dhe asoj ditë që nana më ka të regu, pejgamberi thot, po vallahi edhe unë e kom ditë që ty të kom sulmu, edhe e këshyrë shpinën e saj, po i thot pejgamberi sa, hajde ullën gjyben tem, e hek gjyben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ja shtërën motre saj prej gjinit, jo prej nane, jo prej nanës biologjike, veç i kanë thith bashkë me një gji, thot hajde ullu këtu, thot apo dënë me nejtë këtu në Medinë, apo do mu këthynë familjen tonë, thot jo ja Rasulallah, apo do mu këthynë familjen tem, thot meri kaq dele, e kaq deve, e ja jap shërtore, e i ndihmon, e përqaf, e ledhaton, e dën, edhe për cilë deri në vendi ku ka pas me shku, sepse motër, kjo është motra, për të cilën ne shumë i kemi hin hak. Ka edhe do babalar, ka edhe do njerëz, të cilët e kanë martu djalin edhe vajzën. Djalit janë ndrojnë kerin për çdo vit, për çdo 5 vjet, edhe i dhojnë pare, edhe ndihmojnë, edhe këtë vajzën si e marton më 5 pare nuk i jep. O ki hak, o vallahi ki hak të vajza, edhe masit martohet, edhe nëse jep trashëgimin, prapë ki hak me ndihmu se është e vlade yti sikur djalit, sikur vajzës. Djalit të i nimën, edhe këshyria kryen punë shpe, edhe jep pare, edhe jep benzin, për vajzën nuk tanin hiç. Kjo zullumçari i madh. Kjo njeriu më i keqi, edhe nëse falet, edhe nëse qabe shkon, edhe nëse hoq bat, edhe nëse krejt mirat e Zotit i ka, kjo është i pa drejt. Sepse Zotit na ka mësu kështu. Zoti na ka mësu me pas drejtësi, sikur te motra, sikur te vllau, sikur te qika, sikur te djali. Të gjithë barabart. Po kush ka dorë më shumë? Motra e do vllaun. Kush përkon gëzohet më shumë? Motra për vllaun. Kush përkon më shumë emocionohet? Motra për vllaun. Kush e jep këtë me bubreke, me gjakë, me këtë? Motra për vllaun, jo vllau për motrën. Kush i lën me fëmijë dhe me burrë me këtë për vllaun? Motra. Po jo vllau. Më shumë ki hak te motra se sa te gruaja. Më shumë do të më nderu motrën se sa gruan. Më shumë kiç atje vallahi se vap se sa te gruaja jote. Edhe te fëmia jot.
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, më i afërt të vllau yt se e vlla dy yt. Më i afërt është motra jote se e vlla dy yt. Që ata të cilën ne kemi largu, kemi nis me leqit, nuk kemi fol, jemi largu prej tyne. Deri ku kemi shku? Ka kemi mësu? Çka jemi të praktiku? Çka jemi të lexu? Çka jemi të ndëgju? Të gjana Allahu Dhul Gjelal shumë i ka të hollu shumë let. Dhe këto gjana Allahu Gjeleshanuhu shumë i dënon. Edhe shumë i dën. Me ta kemi fitu xhenet. Wallahi me ta kemi fitu xhenem. Sa prej njerëzve vlla dhe motër janë gjykat për hise, për trashëgimi. Sa prej vllaznive nuk folin me motër për shkak trashëgimisë. Allahu ja ka caktuar. Zoti Dhul Gjelal e ka kriju, edhe rrezikun ja ka caktuar, edhe trashëgimin ja ka caktuar ku me marrës është e saj. Dhe nëse dikush e han trashëgimin e motrës, vallahi ka hongër zjarr në barkun e tij, e fëmijët e tyne, e kur hajt s'ka me pa, e kur s'ka më rahatu, e kur pe borxhe s'ka me dalë, e kur pe telazhe s'ka më largu, e kur fëmia e tij behride ose rahat s'ka më bë. Pik. Zoti ka garantuar jo unë pe shpjegoj, unë pe sqaroj. Të gjana janë trana. Njeriu nuk duhet më shumë të gjana. Mja bë blok telefon motrës, mos mi fol, mos me vizitu, mos me thirr, mos me afru. Çka falesh? Se agjeron, se rran një musliman, nuk je kur gjuti, ti je zero, ti edhe unë, zero jem, nuk jem të jabam me gisht as kuj, as nuk e në gjas, këtu në gjami, as që ka problem me motrë, as me vlla, as kërkës më intereson, jem të folë në vijat gjana, ligjerat, islame, këshill, fetare, për mu edhe për juve, po dhe për ata që në ndëgjojnë në përmjeti ekrani. Kujdes o musliman, o vlazën, o namazli, o ju me Ramazane, me gjyma, kujdes të pika. A kemi qalu po, a kemi gabu po, a jemi të gabu hala. Jemi të shumë të gjana. Deri kur më nalmë, feja islami është kjo fe, e cila i bën ndërlidhjet fetare, i bën ndërlidhjet të mira, shtin me darë vllaun, e motrën, e nanën, e babën, edhe nëse të hin hak, prapti kemi qenë njëri mirë, kemi afal, kemi fol, kemi arsetu, gjepe jëtë, gjepi saj, kuleta jote, kuleta e saj, një kulet, një pare, nuk duhet me vetë vllana mi marë pare, shtin e dorën merja direkt. E ki vlla, e ki motër, me një barë keni qenë, prej një gjinit keni thith, me një kafshat keni hangër, me një luk keni pi, me një goti një bajdare, me një shtrat keni flejt, me një qebe, një mbulu, një parë këpuz, një parëve ju kanë ratë të mënë. E pse tash nuk më nabin të mënë? E pse tash mu largu edhe mu da? Sepse këtu dreqi malkun është të punu, edhe ignoranca jote shumë e thellë, edhe dreshnit e tua që jetu ke i ba, edhe prindi ju që ty të ka mësu s'ka ba drejtësi. Shumë prej prindve, unë në gjë personalisht, djemt halaj respekton, halaj uniman, halaj dën, vajzën atje koras nuk shën me vizitu. Lemo me ndihmu, pasha Zoti, përgjithësi para Zoti kemi dhënë.